Kiara Tito pendohet dhe kthen pas vendimin që tronditi fansat. Moderatorja hap sërish komentet pas një periudhe të vështirë presioni online. Moderatorja e njohur dhe shumë dashur nga publiku, Kiara Tito, ka marrë më në fund vendimin që mira fansa e prisnin me padurim. Pas javësh hashtag dhe izolimi në rrjetet sociale, ajo ka ndryshuar kurs, duke rikthyer komentet në postimet e saj, një hap që është pritur me entuziazëm, por edhe me shumë emocion nga publiku. Pse i mbylli komentet? Gjithçka nisi disa javë më parë, kur Kiara dhe bashkëshorti i saj, këngëtari dhe fituesi i Big Brother VIP Albania, Luis Ailey, publikuan trailerin e parë të filmit të tyre të ri. Në vend që të merrnin përkrahjen që zakonisht i shoqëron, dyshja u përballën me një valë të fuqishme komentesh negative dhe sulmuese. Shumë prej këtyre komenteve jo vetëm e kritikonin projektin, por kalonin çdo kufi etik, duke prekur personalisht Kiarën, Luisin, madje edhe familjarët e tyre. Përballë kësaj stuhje virtuale, Kiara bëri një veprim drastik, mbylli të gjitha komentet, një vendim që u prit me habi dhe diskutime të shumta në rrjet. Burime pranë saj patën treguar se moderatorja ishte lënduar jashtë mase nga gjuha e urrëties, sidomos sepse ishte drejtuar padrejtësisht edhe ndaj njerëzve të pafajshëm që ajo i do më shumë në botë. Vendimi i saj u interpretua nga shumë si një mënyrë për të mbrojtur qetësinë e familjes dhe projektet e ardhshme. Së fundmi, një detaj i vogël por domethënës në postimet e saj ka bërë bujë, komentet janë hapur sërish. Ky hap është parë si një akt guximi, një përballje e drejtpërdrejtë me publikun dhe me ata që e kanë gjykuar pa mëshirë. Në vend që të izolohej, Kiara ka zgjedhur të kthehet më e fortë, duke i dhënë një sinjal të qartë se nuk ka ndërmend të lejojë negativitetin ta kontrollojë. Fansat e kanë përshëndetur vendimin, duke mbushur profilin e saj me komente pozitive, fjalë mbështetëse dhe urime për projektin e ri me Luisin. Shumë prej tyre theksuan se ishte pikërisht mungesa e saj në komente ajo që kishte krijuar boshllët, sepse Kiara ka qenë gjithmonë e afërt dhe komunikative me publikun. Ky moment shënon një kthes në rrugtimin e saj publik. Disa analistë të showbizit mendojnë se hapja e komenteve është strategjike e lidhur me promovimin e filmit të tyre të ardhshëm. Të tjerë interpretojnë si një shenjë se Kiara nuk dëshiron të dorëzohet bullizimit online. Por një gjë është e qartë, vendimi i saj për të rikthyer të ndjekësit tregon pjekuri, kuraj dhe besim tek ata që e duan vërtet. Në një botë ku kritikat shpesh të i kalojnë kufijtë e normales, Kiara ka vendosur të mos jetojë në frikë, por të përqafojë transparencën dhe komunikimin. Me komentet e hapura dhe projektin e ri që po vjen, sytë e publikut janë sërish mbi Kiarën. Ajo tashmë ka treguar se është e gatshme të përballet me gjithçka, me kokën lartë dhe me energjinë pozitive që e ka karakterizuar gjithmonë. Nëse ky vendim do të sjellë paqe apo dramë të re në rrjet, kjo mbetet për tu parë. Por një gjë është e sigurt, Kiara Tito sapo ka hyrë në një fazë të re, më të fortë dhe më të vendosur se kurrë më parë. Mos harroni të bëni like, të lini një koment dhe të shpërndani me miqtë tuaj. Për më shumë përmbajtje interesante, klikoni butonin subscribe dhe mos harroni të aktivizoni njoftimet duke shtypur ikonën e zilës. Vizitoni kanalin ton për të mos humbur asnjë video të re. Ju presim!